Shqipëria do të marrë edhe 49 milion euro të tjera kredi dhe grante në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Me këtë fond, mbështetja totale për Shqipërinë arrin në 212 milion euro, çka sipas kryeministrit Edi Rama e rendit vendin si përfituesin më të madh në rajon nga ky program. 49 milion euro, të cilat e çojnë mbështetjen deri këtu në 212 milion euro, ose shifra më e lartë e përftuar nga vendet e rajonit prej planit të rritjes. Plani i rritjes është një plan financimi mbi bazë rezultatesh dhe janë rezultatet certifikuara nga Komisioni Evropian të padiskutueshme në objektivitetin e tyre. Në podcastin e kësaj të diele, Rama akuzoi opozitën se po përpiqet të dëmtojë imazhin e vendit në arenën ndërkombëtare dhe të bllokojë në këtë mënyrë integrimin. Ulshuan nëpër Europë me thas, balte e llumi proverbiale krejt, edhe ajo që ndodhi me të ashtu quajturën vizitë traditore në Ministrinë e Jashtme në Berlin. Në fakt, për ta zhgaravitur Shqipërinë në syt e partnerëve tanë kudo ku ishte e mundur, mblidhu e hidhu lart e poshtë për të kërkuar ndëshkim, bllokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrën e namit si asnjë opozit tjetër në historinë e integrimeve europiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian apo synojnë të bashkohen me të. Pas 3 muajsh diskutime, grupi teknik i punës në Bruksel Koela miratoi raportin e IBAR për Shqipërinë, raporti i cili lidhet drejt për drejt me shtetin e së drejtës. Shqipëria bëhet vendi i dytë kandidat për në BE pas Malit të Zi, që arrin këtë fazë të procesit të pranimit, duke hapur kështu rrugën për të nisur mbylljen e grup kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian.